Ndikimi i dashurisë në ndryshimin e personit. Po tregojmë një histori dashurie që e kanë përjetuar dy të rinj. Ndërkohë që i treti ishte ndërmjetësuesi dhe ky i fundit ishte pikërisht djali i vajzës së profetit. Bëhet fjalë për Husejnin radhiyallahu anhu. Qëllimi i tregimit të kësaj historie të njohur është të nxjerrim në pah kujdesin e Husejnit për të kurorzuar me sukses lidhjen e dy të dashuruarve. Personazhet kryesore të kësaj historie janë Kajsi dhe Lubna. Theksojmë se Kajsi ka qenë vëlla prej qumështi me Husejnin. Lubna ishte nga fisi i Ibn Huzas dhe kishte shtëpinë në hyrje të qytetit. Njëherë Kajsi kaloi nga çadrat e fisit të Ibn Huzas për disa punë të tij dhe qëndroi për disa momente në një prej çadrave atje. Dukej se nuk kishte njeri, pasi nuk po dëgjohej zë i gjallë. Çadra afër së cilës ishte ndalur Kajsi ishte çadra e një vajze me emrin Lubna, të bijes së Hababit. E kërkoi asaj ujë, dhe ajo nuk nguroi të sjellë një enë me ujë për të pirë. Ajo ishte një vajzë shtatlartë, me shikim dhe me fjalë të ëmbla. Kur e pa me vëmendje, ai ra në dashuri me të. Apo s'lodhesh pak, i tha ajo Kajsit. Po mirë, ja ktheu ai. Pas pak, bërriti babai i Lubnës dhe respektoi shumë misafirin që kishte ardhur. Pasi hëngrën drekën dhe bën muhabet, Kajsi u largua, por mori me vete afshin e dashurisë për Lubnën që sa vinte e shtohej. Ai e deshi aq shumë atë vajzë sa filloi të krijojë edhe poezi për të. Bëri si bëri dhe shkoi tek ajo një ditë tjetër. E takoi dhe i tregoi asaj se ç'ndjente për të dhe i shfaqi haptazi dëshirën e tij për t'u martuar me të. Gjithashtu edhe Lubna nuk nguroi t'i tregonte se edhe ajo ndjente të njëjtën gjë për të. Tash të dy kishin rënë dakord dhe kishin një gjuhë e zemër të përbashkët. Kajsi shkoi në shtëpi dhe njoftoi babain e tij për gjithçka dhe i kërkoi atij ta lejonte të martohej me të. Mirpo, i ati e refuzoi një gjë të tillë, pasi nuk donte ta martonte të birin lak. Pasi humbi shpresat nga jati, Kajsi u drejtua nënës së tij, por edhe ajo ndante të njëjtin qëndrim me të shoqin. E më vonë, Kajsi shkoi te Husejni dhe ja qau hallin para çka kishte ndodhur. Husejni i siguroi atë duke i thënë: "Mos u mërzit, se të ndihmoj unë për këtë gjë." Kështu, Husejni bashkë me Kajsin morën rrugën dhe shkuan së bashku te babai i Lubnës. E ky i fundit, kur pa Husejnin, thiri gëzuar: "Po ku jo djali i vajzës së dërguarit të Allahut? Përse u mundove vetë? Mund të më kishe dërguar haber dhe vija unë të ti." "Në të vërtet, kam ardhur për të kërkuar dorën e vajzës tënde për Kajsin," i tha Husejni. Jati i Lubnës i tha: "O djali i vajzës së dërguarit të Allahut, unë nuk ta kthej ty fjalën
dhe nuk kemi asgjë për djalin, por unë do doja që të ishte babai i këtij djali, Varihu, ai i cili do ta kërkonte këtë gjë. Pasi friksohem se mos nuk është dakord i ati dhe më pas do t'jetë turp për ne. Pastaj Huseini shkoi te babai i Kajsit. Ai bashkë me njerëzit e tjerë të familjes ishin grumbulluar dhe po bisedonin. Huseini i u drejtua babait të Kajsit dhe i tha: "Do të lutem kundër teje, nëse nuk e fejon djalin tënd Kajsin me Lubnën." E babai i Kajsit ja ktheu butësisht: "Po të dëgjoj dhe po të bindem, o Husein." Huseini bashkë me Kajsin dhe babain e tij u drejtuan për te shtëpia e Lubnës dhe atje ndan fjalën për fejes. Dhe kështu u bë. Ata u martuan dhe jetuan të lumtur sa më s'ka dhe e donin shumë njëri tjetrin. Kajsi ishte shumë i sjellshëm me nënën e vet. Kjo ishte mërzitur me birin e vet, pasi po i dukej sikur pas martesës ai kishte braktisur disi dhe po jepej pas së shoqes. E ndodhi që Kajsi u sëmur rënd dhe vuajti për disa kohë. Pasi u shërua, e ëma i dha të shoqit se ajo kishte menduar se do të pikolloheshin me Kajsin dhe se nuk do të kishin asnjë pasardhës të tij, pasi e shoqja nuk po linte dhe ata ishin familje e pasur dhe donin të linin njerëz pas të trashëgonin pasurinë e tyre. Kështu e ëma e Kajsit i propozoi të shoqit që ta martonin djalin e tyre me ndonjë grua tjetër, mbase do të linte dhe do të ishin më të gëzuar. Ajo insistoi në kërkesën e saj derisa ja mbushi mendjen edhe të shoqit. Kështu babai i dha disa kohë afat të birit. Dhe një ditë, kur ishin mbledhur të gjithë të afërmit, ai e thirri dhe i tha: "Kur u sëmure rënd, pata frikë për ty, se do të humbja dhe se nuk do të kishte një pasardhës timin, e unë nuk kam tjetër veç teje. Te e di që grua jote nuk lind. Marto me ndonjë tjetër, ndërsa ajo do të lind dhe kështu do të gëzohesh ti dhe ne." Ndërkaq Kajsi ja preu: "Nuk kam për të martuar me asnjë tjetër veç saj." Babai i tij u mërzit shumë dhe u betua se ai do të qëndronte në diell derisa Kajsi të ndahej nga Lubna. Megjithatë, Kajsi i kishte shumë vështirë të ndahej nga gruaja që e donte me gjithë shpirt. Ai shkonte te babai, ndërsa ky i fundit qëndronte në diellin përvolues, dhe Kajsi bënte hije me rrobat e tij derisa dielli largohej plotësisht. Ai mundoi që ta binte të atin që ta lejonte të qëndronte me gruan e tij. Më pas shkonte te Lubna, përqafoheshin dhe qanin të dy si fëmijë për fatin e tyre. Thua se kjo gjendje vazhdoi kështu për plot një vit, derisa ai u detyrua ta ndante gruan e tij të dashur. Kur Lubna e mori vesh lajmin e divorcit, Kajsi e humbi fare toruan dhe u bë si i çmendur. Kujtonte Lubnën dhe ditët që kishin kaluar me të dhe qante e nga shrehi, duke mos e besuar faktin se Lubna po largohej. Megjithatë,
Lubna dërgoi fjalë te babai i saj për të ardhur e për ta marrë. Babai i saj erdhi me 2 deve për të marrë bijen e tij të ndarë dhe gjërat e saj. Kur mori vesh Kajsi për këtë, u ofrua te tenda e Lubnës i pikëlluar dhe e pyeti atë se kur do të udhëtonte. Mirëpo, njerëzit e saj nuk e lanë të qëndronte shumë në tendën e tyre. Kur e pa në adinje të mjeruar, një grua nga fisi i tij u ofrua dhe i tha: "I mjeri ti, përse pyet kështu? S'di gjë vërtet apo bën sikur nuk di? Lubna mund të niset sot natën ose nesër në mëngjes." E kur dëgjoi atë grua, Kajsi ra për tokë pa ndjenjë. Kur Lubna dhe njerëzit e saj u larguan, ai e ndoqi atë një copë rrugë nga pastaj u kthye, pasi e dinte se babai i Lubnës do ta ndalonte. Qëndroi në një vend dhe e shihte atë i pikëlluar teksa largohej tej horizontit, derisa i humbi nga sytë. U kthye tek vendi ku kishte qëndruar Lubna dhe po puthte me mallëngjim gjurmët ku kishte kaluar ajo. U errësua dhe ai i vetmua në shtratin e tij përpëlitej dhe nuk e zinte gjumi. Ju kujtua. Mori hov dhe shkoi te vendi i çadrës së saj, duke vërtitur te vendi i saj, qante dhe recitonte. U përpoqa të fle, po shtrati te më hodhi. U mundova të largoj lotët e mi të përvluar. Mora frym të thellë kur të kujtova ty. A mund të kthehet ajo kohë që bashkë kemi kaluar? Kur njerëzit e panë se Kajsi po vuante dhe nuk mund të harronte dot gruan e tij të dashur, i than babait të tij që të martonte me ndonjë grua tjetër të bukur, se ndoshta kështu ai do ta harronte disi Lubnën. Babai i tij ja propozoi këtë gjë, por ai kundërshtonte. Babai u betua që Kajsi të pranonte të udhëtonte me të në disa lagje të arabëve, se mos shihte ndonjë grua që t'i hynte në zemër. Dhe kështu bën. Shkuan në një vend dhe atja e pa një grua të bukur që duke shumë e qiltër. E pyeti: "Si e ke emrin?" "Lubna," ju përgjigj ajo. Kur dëgjoi atë emër, Kajsi ra për tokë pa ndjenjë. Gruaja e panjohur friksua kur pasi çka i ndodhi dhe tha: "Ky nuk është Kajsi, i biri i Dharihut. Ky do t'jetë ndonjë i çmendur." E pastaj një vëllai i saj ju afrua dhe e ftoi që të lidhej me motrën e tij. Kajsi i tha: "E di që ti ke dëshirë, por unë s'mund të martohem me të." Megjithatë babai i Kajsit këmbguli aq shumë sa Kajsi u detyrua të merrte atë, megjithse nuk gjente asgjë për të. Kështu Kajsi u martua, por ai nuk ishte i kënaqur me atë martesë. Ai nuk i foli nuses fare për ditë të tëra, dhe as që ja hodhi sytë. Kur Kajsi doli në qytet, një shok i tij e njoftoi se Lubna kishte marrë vesh për martesën e tij. Ishte bërë vrerë dhe kishte thënë: "Si ma punoj kështu ai pa besë? Unë kam kohë që kundërshtoj të martohem për shkak të tij. Tani dhe unë kam për të martuar." Babai i Lubnës ishte ankuar te Muaviu
për përpjekjet që bënte Kajsi për të takuar me Lubnën pas shkurorzimit, dhe ky i fundit kishte paralajmëruar se do ta dëbonte nga qyteti nëse bënte edhe përpjekjen më të vogël për ta takuar sërish Lubnën. Ai kishte urdhëruar babain e Lubnës që të martonte të bien në fisin e Kathir bin Saltit. Pa disa kohësh, edhe Lubnën e martuan me një burr nga fisi i Kathir bin Saltit. Një ditë, Kajsi i tha të atit të shkonte në qytet për të shitur një prej deveve të tij dhe me të hollat që do të mblidhte, do të blinte disa gjëra për shtëpinë. Ja ati e kuptoi se ai donte të shihte Lubnën dhe e qortoi për këtë. Por Kajsi nuk e pranoi një gjë të tillë dhe të nesërmen mori deven e u nis për në qytet. Ndërkohë që ai e kishte nxjerrë deven për të shitur, bëri pazar me një burr dhe ky i fundit e bleu deven. Ky burr ishte bashorti i Lubnës, por asnjëri nga ata nuk e njihte njëri tjetrin. Burri tha: "Unë po e marr një herë deven dhe ti nesër hajde te fisi i Kathir bin Saltit për të marrë shpërblimin e deves." "Mirë," ja ktheu Kajsi, "nuk ka problem." Burri i Lubnës shkoi në shtëpi dhe i tha të shoqës: "Kam blerë këtë deve nga një banor i shkretirës dhe ai do të vi nesër për të marrë paratë e deves. Gatuaj diçka për të, se e kemi nesër mysafir." Dhe ajo ashtu bëri. Të nesërmen, Kajsi shkoi te shtëpia e burrit dhe i thiri shërptorit: "Thuaj zotrisë tënd se i zoti i deves po pret te porta." Lubna e njohu këtë zë, u shtang dhe nuk po thoshte asgjë. Burri i Lubnës i tha shërptorit ta fuste mysafirin brenda, dhe ai ashtu bëri. E kur Kajsi i hyri në shtëpi dhe pa Lubnën, u humb fare dhe qëndroi një orë pa folur. Pastaj nuk duroi dot më, shpërtheu në qarë dhe u nis e doli. Lubna e dërgoi pas një njeri dhe ai e pyeti Kajsin: "A nuk je martuar më pas saj?" Kajsi u betua se kur nuk e kishte gjetur ngrosin bashkërtore pas ndarjes me Lubnën. Madje ai i tha se grua së re as i kishte folur ndonjëherë dhe as i kishte prekur kurrë me dorë. Nuk mbeti njeri në Medine pa marrë vesh për takimin e Kajsit me Lubnën dhe për vuajtjet e tyre shpirtërore. Burri i Lubnës shkon në shtëpi dhe e njofton atë se gjithë njerëzit e kishin marrë vesh historinë e saj. Ajo mërzit për këtë dhe i tha: "Ti e ke ditur mirë se unë kam qenë gruaja e tij para teje. Ai nuk ka dashur kur të ndahin nga unë. Për Zotin, unë nuk kisha për ta pranuar kur martesën me tjetër veç ti, derisa e kërcënuan se do ta dëbonin nga shtëpia në rast se do të më kërkonte sërish." Më vonë, Kajsi shkoi te i biri Muavijes, Jezidi, dhe ju ankua për gjendjen e tij. "Kërko ç'të duash," i tha Jezidi. "Dua të qëndroj në qytet," i tha, "dhe ta shoh Lubnën dhe të mësohem me këtë realitet dhe ta lë atë në punën e vet. E kështu që të shfuqizoni vendimin që keni marrë për mua për të më dëbuar nga qyteti." Kështu prijesi e pranoi kërkesën e Kajsit. Këtu përfundon dhe historia e Kajsit dhe Lubnës, dhe ata vdiqën të ndarë nga njëri tjetri, por kur nuk e harruan dashurinë e parë dhe të vetë.
Nga